Përshëndetje gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë me Henrin dhe me Irdin do diskutojmë për tregjet financiare, do të flasim për kripto, për forex dhe për stocks. Kemi qenë në një javë shumë të mirë, besoj se të gjithë janë në profit, pasi ka qenë një javë komplet jeshile si në stocks, si në kripto, me pasur Bitcoinin që ka thyer çmimin 100.000 dhe në këto raste kur kemi këtë formimin e trendit ose këto ditët pozitive, më e mira që duhet bëni është që dëgjoni këtë podcast dhe të dini se kur të dilni nga tregu që të merrni atë profitin e duhur. Sepse normalisht që tregu ka të papritura, nga një lajm ekonomik mund të shkojë edhe direkt mund të bie ose me rezistenca që po hasin S&P 500, ndoshta në ditën në vijim mund të kemi një rënje. Por do t'i diskutojmë, do të shikojmë se ku jemi me kriptot, me stocks dhe do të analizojmë dhe forex dhe mallrat. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Klem. Eri. Se unë nisa pak me këtë vrullin e jeshiles, se normalisht njerëzit janë më shumë të lumtur kur janë long se sa kur luajnë short. Po unë kam të kundër faktikisht. Unë jam i lumtur kur kap shortin se sa long. Unë me Leo jemi bears, kërse Henry është për shumë. Ky është bull. Unë jam bull dhe bear, jam 50-50. Po do të çoj aty te ajo që tha Kleo, që shumica e tregtarëve kur ecën mirë tregu kënaqen, por nuk marrin vendimet e duhura për të dalur në momentet e duhura. Një aftësi tjetër që i duhet një tregtari është të dalësh në momentet e duhura që të marrësh profitin në trend. Disa dalin pak herët, disa dalin pak me vonesë, por momenti perfekt ne do ta ndajmë jo vetëm te trade klasi këtu kur do dalim ne në këtë val, po që dalim dhe te telegrami jon që është tani me 1300 antar. Po tym direkt në temë, po mendoj të them herë me ngjarjet kryesore të javës. Erdhi ti je eksperti i ngjarjeve. Atëherë kjo ishte pak a shumë siç e parashikuam, javën e kaluar, që priteshte Jerome Powell, që ishte lajmi kryesor i javës, që do thoshte të jetë gjëra sepse datat javën e kaluar dolën mirë, siç e diskutuam, tregu i punës i qëndrueshëm, papunësia në nivele të mira. Nuk po ta vini të nuk foli fare për GDP-n që ishte ngatërsuar. Kjo për përshtypje domethënë të fjalimi. Sikur ana shkalovi komplet domethënë të fakti që GDP është ngatërsuar. Po. Por tregu e priti mirë, e pëlqevi si lajm, Paul dukesh optimist, kishte prapë atë skenarin e tarifave, që ndoshta me tarifa mund të kemi një rritje të inflacionit, po do shikojmë datat. Kështu që pak a shumë e jeta politik, normat e interesit nuk ndryshuan, që ishte pjesa kryesore. Me gjithë thoshen jo do ndryshojnë pankët e grupi jonë, jo kështu jashtë, kurse ne kemi thënë që nuk i ul normat e interesit sikur navit bëhet. Sikur të alimentoj Amerika, këtë atëherë ndoshta mund të ulin. Ai tha dhe diçka tjetër që nuk po e ulim sepse do të jemi në momentin ose do të kemi mundësi që të bëjmë këto modifikime të ndryshme mbas faktit i bin që ai po pret tani që të shikoj statistika që janë negative anë në punësim ose në inflacion që të marrin vendime. Kështu që ose edhe pozitiv në inflacion, për që ulet inflacioni dhe pastaj mund të uli dhe normat e interesit. Por është për të parë situata. Kjo do të thotë që ne tani do të shikojmë në muajt në vazhdim se si do dalin këto data, economic data. Për mua nuk ishte bullish, dhe tregu nuk ka lëvizur për këtë gjë, ka lëvizur më shumë te lajmi i Trumpit që ka folur që do ketë një golden age, një periudhë të artë për Amerikën, bleni aksione. Po, bëri dhe atë tweetin vetë do të thënë blini aksione sa më shumë sepse do jetë mundësia për të observuar. Eksakt. Po, kjo i dha një shtys, ky lajmi ishte kryesor, po ka qenë ndaj lajmi që SBA dhe Kina patën një lloj marrëveshje për të takuar për taksat dhe ka qenë të diel duke të kështu që do të edhe nga ajo investitorët mund të jenë ndikuar. Te kjo pjesë patëm dhe marrëveshje midis Britanisë dhe Amerikës që mund të jetë pritur mirë, por për mendimin tim, lëvizjet që filloi të enjten
që patjet e shpërthimi ishte thjesht fjala Trumpit. Tani, ko kapim vetëm fjalën e Trumpit, a ka rrethana ekonomike që bazohet kjo lëvizje? Dhe kjo është frika ime dhe rreziku që është. Unë jam pozicionuar akoma short, domethënë tek S&P, të prejtë të dark. Jo sepse ndoshta mund të ketë rritje dhe ndoshta dalë me pak humbje, por logjika ime domethënë është që jemi akoma poshtë 200 ditës moving average, domethënë që nuk ka presion tregu të thyej as ato zonë akoma. Kështu që frika ime është drejtë do takoj 5800 ku ja futur shumë deep buyers. Dhe aty do ketë rezistencë shumë madhe dhe ndoshta do ketë edhe shitje shumë mëdha të markët, ndoshta të mërkurën, duket ka edhe lajme për inflacionin, kështu që kjo mund të jetë një shtys domethënë të martën duket. Të mund të kemi lajme për inflacionin, do të parë kalendari që ndoshta kjo jep atë goditje tregu. Por do të parë nëse të pozitive ndoshta të 5800 dhe 6000 është niveli tjetër. Por serious që ka marrë përsipër, kështu që të shohim si do. Po, unë nga ana ime jam i pozicionuar long, kuptohet sepse tregu ka ecur mirë dhe po pozicionon në anën e tregu. Jo, unë aktualisht jam long, thjesht ETF ndoshta ETF dip i vogël. Po kjo frika që thot Irdir ekziston tani, do ta mulojmë dhe analizat teknike më vonë, por logjika është që kemi rezistencën të 200 SMA-ja, kemi rezistencën e më lartë të 6000, që janë zona historike tani dhe çmimi më të lartë që ka pasur S&P 500 dhe jemi një moment që kemi lëvizje pozitive në treg, po nga ana fundamentals, nga ana fundamentale, atë që përmendet i pak më parë Irdi që është GDP-ja, nuk e përmendi Jerome Powell fare, tregon që ai po e anashkalon pak, sepse edhe një tjetër të dali, një 3 mujor tjetër të dali GDP-ja minus, jemi në një recesion dhe tregu do shitet. Ko konfirmohet recesioni, kështu që. Po, eksakt. Që do shkalovi, nuk e di. Është munduar të mos të friksoj tregtarët, dhe besoj që Trumpi tani ka me fjalë që kanë nxjerrë që ka thënë që do jemi një periudhë të artë, jo kjo ja jo. Ka futur zut përdor fjalë negative. Ka futur retail traders. Eksakt, ka futur retail traders që të përdoren si le të themi likuiditet për institucionet për një short, po që vjen recesioni tani. Asnjëri nuk e di 100% që do vi recesioni, por probabiliteti anojnë aty. Deri tani ne kemi qenë shumë të saktë. Edhe këtë javë që kaloi, sepse morëm po flisnim bashkë në podcast, dhe tham që Jerome Powell nuk do uli normat e interesit, ta thot po një gjëra. Diçka tjetër që tha në podcast është edhe zona, domethënë bëjmë që tha me Ethereum mbi 1900 do kemi një shpërthim, edhe ajo ndodhi domethënë. Pasi arriti në krimi 1900, po pastaj kemi direkt 2400 duket për sot. Nëse djem ndoshta që vajti 2400. Po. Kjo ka të bëjë pak edhe me bear bull, me faktin që kur tregu anon shumë bearish dhe kemi shumë tregtarë që anojnë bearish, është i detyruar që shkojë një çmim mesatar. Po pam, Ethereum është një zonë diku te 30%, 40%, me ndoshta 50% të valës që ka krijuar për short ose për poshtë nga dhjetori deri në mes të prillit duket. Dhe kështu që nuk është në një val që mund të themi jemi totalisht bullish ose ka marrë një bullish sentiment serioz, ka rezistenca edhe te 2600 Ethereum, edhe altcoins kanë rezistencë për lart. Bitcoini është në një pozicion tjetër, do ta mulojmë pak anën teknikale. Por kjo të bën që të kesh një frikë që në anën fundamentale dhe vi një recesion, në anën teknikale kemi rezistenca teknikale më lartë. Këto kombinime janë shumë negative dhe du të kemi kujdes, por jemi long, po të rektojmë, do të menaxhojmë situatën. Prandaj thash këtu që du të dëgjoni me vëmendje në gjithë podcastin,
sepse kur shikojmë statistikat tona, kemi parë që ndiku të 10 minuta dëgjohet mesatarja. Dëgjojtë të gjithë sepse do shikoni dhe analizat. Mos u vetë kënaqni që keni marrë pak profit dhe tregu do shkojë tani në hën. Nuk shkon ashtu tregu, do bëj valët e veta, hyrje, dalje, anime, mirë version, kthimet e çmimeve mesatare, shumë gjëra të tjera. Diçka tjetër që vuar do të thotë ishte që varësisht se kishte këtë rritje, ishte rritje pa volum. Kështu që duket që institucionet akoma nuk janë futur të shesin, lexova domethënë duket një Twitter ose diçka tjetër që po shesin me blocks aksionet e tyre të retails, për mos patur ulje drastike të çmimit, thjesht këto lëvizje ditore, por ndërkohë që po dalin edhe tregu po e bën vetëm retail. Kështu që nuk është se ka shumë volum tregu, kështu që është diçka për të pasur merak anës tjetër. Ideja është që sa do shtyt tregu me retail traders, nëse nuk futen institucionet, atëherë duhet përgatitemi dhe të marrim atë profitin nëse çmimet bien. Po, ne atë po shikojmë tani. Si sugjerim, kur je plus, do të shikosh Do të plosin, do të gjë më të keqe, çfarë ndodhi e keqe tani. Sepse mos mendoj që të vazhdojmë më mirë. Gjithmonë mendoj se çfarë ndodhi e keqe, por me menaxhim, me kujdes, që të rrishet në trend pak më lart për që vazhdon për më lart, por kjo kërkon le themi formim nga ana teknikale të dish. Marrë vendime. Ideja është tash aplikacionet trading ofrojnë shumë opsione të tjera për stop loss, për tracing stop loss, duket është një opsion tjetër. Trading. Një kufi, domethënë sa do ti që tulet çmimi. Që ka shumë opsione që mos të fuli parat, sepse tregu nuk i diet asnjëherë. Ose të zbatojnë strategjinë OMB. Po. OMB SSN-ja shumë. Se shpërndahemi në për opsione tjetër që në qoftë se ka edhe një problem ka të dietëm duket, nesër do jetë takimi midis përfaqësuesve SBA-s dhe Kinës. Edhe në qoftë se nuk ka lajme pozitive, me siguri jemi shok gjithë javës, domethënë nëse nuk bie dakord ose është nesër, të dinë se sot pençizojmë. Po lexova të grupi, nuk është se jam shumë i sigurt, thjesht lexova të grupit vetë. Po, kanë arrit që do të zhvillohen negociatat, do të vazhdojnë. Negociata, okay. Që u pezulluan, po dhe pse u pezulluan djem duket e parë djem, nuk është se pati një ndikim. Do thënë, ndoshta kemi edhe lajm pozitiv. Kemi edhe heqjen e aksioneve të çipave, që bëri Trumpi duket të javë. Kështu që edhe kjo ishte pozitive për jetët e premten. Patjetër. Teknologjia është ajo që kështu i bën forward tregut, kështu që edhe kjo është Është një lëvizje shumë serioze të semiconductors. Është të cilët në fund të ditës. Po. Kështu që është të parë. Kjo është s'ka volum të institucioneve. Kjo është analiza ime. Institucionet porin akoma cooled off. Ose kam blerë dhe janë holding, duke shitur pak profit, sepse do ta imagjinojmë vetës institucione, ata mjaftohen me 10% në vit, ose me 20% në vit, ata nuk duan, sepse ata luajnë edhe short, bëjnë hedge vetën e tyre, ata thjesht duan profit sa më të sigurt. Po patën statistik 100%, ata duan 100% sigurt. Po. Dhe ndoshta kam blerat e bottom gradualisht të tregu që kapi që patet e 12% rritje pas dagu me në një ditëm duket, dhe pasaj tani kjo vazhdimësia ka qenë momenti që ato po mendojnë që të dalin dhe të përdorin retail si likuiditet. Javën tjetër përmende ca lajme ekonomike që të dalin, që është inflacioni. Inflacioni të jetë shumë i rëndësishëm. Sepse këte po shikon dhe Jerome Powell që të uli normat e interesit ai do të hyjë te zonën 2%, është 2.4. Parashikoj që të jetë 2.4 dhe javën tjetër, po që del pak më pozitiv të regu do marrë si shumë pozitiv dhe do vazhdoj për lartë. Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për javën që do vi. Dhe kemi kaca tjera, po nuk është që unë shikoj shumë rëndësi për momentin.
Sidomos me gjërat që ka thënë Jerome Powell në konferencën për shtyp, që tha për inflacionin, për situatën, për faktin që tarifat mendojnë që do rrisin inflacionin, po problematike për inflacionin. Po parashikimi i inflacionit, se unë tani po shikoj tani, domethënë pritet dali më i lartë se ç'është. Nuk e di se këto ndryshojnë, po do t'i shikojmë. Po, ndali pak më i lartë, po. Të martën. Inflacioni muj mbas muj, muj me mujin. Po, muj me muj. Me vitin, po njësoj. Po, është 2.4 me 2.4, muaj me muajin është 0.3 me 0.1. Po. Po të shikoj. Po mendoj të me kaq për ngjarjet, keni ndonjë gjë tjetër për kriptot, Cleo ose në earnings, në gjë tjetër që mendoni që ja vlen? Earnings të javës ose kishte ndonjë kështu thelbësore. Okej. Ishin këto kompanitë, javën e kaluar ishte shumica e Big Seven, kështu që javës tjetër është Nvidia, më duket AMD-ja, kështu që do e kryesore. Po kemi pasur arsye pse çmimi u konsoliduar për ato 2 javë, një javë ishte se të vinte earnings dhe kishim Microsoftin, Amazonin, këto Magnificent Seven që do jepshin earnings, dhe kur dolën mirë ato shenjë pozitive, Jerome Powell nuk bëri ndonjë gjë negative aty, pra pozitive mori tregu, foli Trumpi, u bë zgjidhja me Britaninë për tarifat. Tani njerëzit janë pozitiv se presin zgjidhjen e tarifave me Kinën, që për mendimin tim edhe po je që bëhen negociatat, po prap do ketë tarifa më të larta se sa ka pasur me periudhën që ishte me Biden. Ky është mendimi im, mund të jem gabim. Dhe unë këtë e parashikoj prap që do rrisi inflacionin dhe do krijoj probleme, çrregullime te GDP-ja, te gjërat e tjera, plus tani u bë 3 muaj. 3 muaj. Diçka tjetër është që Bashkimi Evropian akoma s'duket se ka arritur të marrëveshje. Ishte fjalë të lartë që do të sankcione për produkteve amerikane. Kështu që duhet parë mendimet për javën tjetër, se Bashkimi Evropian lëviz gjithmonë 2 javë më vonë. Britania pati një ulje të normat e interesit, do të thotë që inflacioni po normalizohet në Angli, shenjë mirë. Dhe BE-ja ka vazhduar, nuk e di këtë javë ose para disa javësh ose muaj, me këto ulje të normat e interesit. A dhe dënat e GDP-s Britania këtë javë? Ka dhe dënat? Prapë 0.01%, si që ishte në rritje qesharake. Që të bëjmë, po. Gjë pozitive që ndoshta po që ullet inflacionit të Britania mund të ullet dhe të Amerika, mund të ketë këte, se zakonisht tregjet janë të lidhura bashkë, mund të ketë dhe ullet e Amerika, dhe mund të ketë në një surprizë javën tjetër me inflacione. Kjo është ajo arsye pse e përmendet që po ulën normat e interesit, do të thotë që ndjehet më sigurt banka qendrore angleze, ndoshta ulen inflacioni, po vështirë. Okej, unë përmendoj ta mbyll me kaq segmentin e ngjarjeve kryesore të javës. Tani dohet të hyet analizat javore, do fillojmë mirë me analizat e kriptos, me që shumë nga anëtarët tonë të Telegrami janë tregtar të kriptos ose investitor në kripto dhe duan të dinë gjendjen e kriptos dhe ku do shkojnë zonat. Kjo është shumë e rëndësishme për ju që doni të dini se edhe kur mund të shisni, ne nuk japim këshilla financiare, thjesht do japim mendimet tona në zona supporti, rezistence, trende, ku do shkojë çmimi, si do shkojë, edhe kështu me radhë. Okej. Bitcoini, këto vizatime mund të kem tani që datën 25 prill që i kam vizatuar. Skenari që do shkonte pak më thellë dipi nuk ndodhi, unë po e heq të tani. Ka ndodhur skenari që do vazhdonte më lart, do bënte testimin konsolidimi këtu në kësaj zone
94 deri 100 ca, 101 gati. Bërja të konsolidim këtu dhe pastaj shpërtheu dhe shkoj më lart. Unë personalisht jam në një tregtim që jam diku te 1/6 raportin RRS, rreziku kundër përfitimit, diku te 20% profit nga momenti që kam hyrë unë te 85 e ca. Këto analiza dhe prova janë ndarë dhe në YouTube dhe në Telegram, momenti që unë kam hyrë. Tani duke pasur këtë rritje, po shikoj ca shenja fillestare një konsolidimi. Konsolidim që ndoshta ta bëjmë vizatimin, bën diçka të tillë dhe pastaj shkojmë prapë te all time high. Kjo do ishte le të themi kjo do ishte skenari bullish, sepse këtë skenarin e parë kemi realizuar, tani jemi skenar tjetër që ku do anojmë, se pati një trend, po vjen një mirë reversion, një çmim mesatar ose një konsolidim. Konsolidimi gjithmonë është më i favorshëm se sa ulja. Kemi dhe skenarin tjetër që vim prapë këtu dhe pastaj mund të shkojmë lart. Do shikojmë se çfarë do na japi kjo javë. Kjo javë është le të themi i rëndësishëm. Unë personalisht mendoj që mund të vazhdojmë edhe më lart. Nga këtu mund të bëjmë një le të themi shpërthim më të tepërt që të bëhet shumë i blerë tregu dhe pastaj të kapim all time high dhe aty du të keni shumë frikë e një shitje. Por kjo është le të themi zona që na duhet. Kjo zona këto tani. Te 108, 106, 110, 109. Kjo zonë. Probabiliteti është më i lartë që të vazhdoj ose mund të bëj një konsolidim të vogël këtu. Shitja te Javori te Javori, një gjë që është pozitive këtu është që RSI-ja ka hapësirë akoma që të bëhet shumë i blerë. E bin që mund të dalë edhe një javë tjetër pozitive, edhe një gjë shumë pozitive në treg dhe ishte që po të shkonte te 118-120.000. Aty mund të bëhet RSI-ja shumë e blerë dhe të kemi shitje. Kjo do ishte një valë shumë serioze te Bitcoini dhe do të rihiqte gjithë altcoinset te një zonë diku te 68 ose 60% rikuperim të shortit që ka krijuar në periudhën 3 mujore e fundit, 3 mujore e fundit. Kështu që do të shikojmë, prandaj po them që zona tjetër është 107 dhe pastaj kemi 120-ën, po që RSI-ja ka akoma potencial për në rritje, për këtë rritje. Kemi dhe frikën e një double top. Ky double topi kam përmendur dhe disa herë tjera që double topi mund të jetë pak a shumë identik me periudhën 2021, por double topi këtu bëri një maj pak më të lartë te i dyti. Shkoi te diku te 60.000 deri te 64.000, valën e parë, valën e dytë shkoi deri te 70.000, 69.000. Atë 2021-shi. Dhe po e bëri këtë, prap mendoj që mund të shkoj pak më lart se sa 110, shkoj 112, 118, është për të parë si një shenjë finale. Po bëri një high të ri te Javori dhe RSI-ja nuk ka fuqi që të marri zonën 78, dhe bëhet një bearish divergence të RSI-ja që mund të kthejë tregun totalisht. Prandaj po them që më mirë do ishte që të shtynte më lart, shkonte më lart dhe pastaj na jepte mundësinë për short. Një all time high tjetër do ishte pozitiv për tregun sepse na jepte momentin e duhur për kapur një bearish divergence te Javori, okay? Që të bën një bearish divergence te Javori, ajo do na vulloste shortin masiv që mund na vi, sepse nuk ka për t'i u vënë për lart tregu.
Pra ne keni kujdes, por si pas të rëthanave, kuptohet, ditë mas dite do kemi ngjarje të reja. Ethereum tregohet te javori një rritje shumë të madhe, mrena javës është rritur 37%, këtu jemi pozicionuar ne, që nga 1800, 1600 ne kemi qenë për long të Ethereum, dhe ka vazhduar këtë varën për lartë. Te javori, edhe aktualisht fal të editori, unë kam këtë zonën 2580 si rezistencë. Do shikosh këtu që kemi bërë tregtimin e parë, konsolidimin, dhe tani vazhdon tregtimi i dytë. Unë personalisht kam shitur valën e parë 1600 deri te 1800 profit, prap hyra te 1800 dhe tani jam në një valë të dytë. Ka bërë për afërsisht atë që kërkoja unë, që ishte konsolidimi te kuadrati këtu. Konsolidimi te kuadrati nga data 23 prill deri datën 7-8 maj dhe për ditëlindjen time shpërthim. Kjo ishte dhurata që unë doja dhe ndodhi. Kështu që ka pasur konsolidimi këtu dhe tani kemi 7% profit. Dhurat organike. Po. Dhurat po, organike, eksakt. Tani kemi rezistencë 2500 dhe pastaj për mosh 3000. Ose kjo zona 2900. Po 2500 besoj që do ketë një rezistencë Ethereum, se edhe RSI-ja arrin nivele shumë të larta. Do të bëj të paktën një dip dhe do prisja këtu që në rritjet e kjo rezistencë dhe ndoshta arritjet e këtu. Po i që vazhdoj më lartë. Ose një mirë reversion pak më thellë deri te zona 2200. 2100. Sa ka shumë një problem ka pasur gjitha me Ethereum. Po. Ma të duket se Ethereum është rritur më shumë se gjitha altcoinet e tjera. Po kemi dhe Doge që kam tregtuar unë që ka filluar pak më vonë. Shikon kjo? Ka tregtuar tek zona atyre që sot është 15% plus. Po, dhe unë kam lut do të them. Okej, shumë mirë. Me los gjithmonë këtë kam qenë. Edhe do shikosh, ja, për kemi bërë analiza tu. Trekënç, val për lartë, konsolidim ose le të themi bull flag, sa ka thyer te zonën, kemi hyrë ne, shpërthim, edhe tani jemi rikuperim trendi. Por rikuperimi është ajo që i thash, po dorim një Fibonacci këtu, që kjo val mund të rikuperoj diku te 38% deri te 50% e humbjes që keni realizuar ose humbjes që ka pasur tregu. Ethereum, shikojmë dhe këtë pjesë e humbjes. Po të se 50%. Besoj pak më pak 38, shikon? Po shkon te 50, ndoshta shkon edhe te prandaj kishe vënë këtu. Këtë, okay. Mund të shkojë deri te 50% rikuperim. Nuk është një bull market, është thjesht një mirë reversion, një kthim te zonat mesatare të tregut. Kjo zonë këtu është zonë mesatare një vjeçare. Kjo zonë 2500-2700 është një zonë mesatare një vjeçare. Dhe nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme shkoj çmimi po aty. Thjesht momenti që e kemi kapur ne ka qenë shumë e mirë dhe kemi ndarë këtë te Telegrami. Dhe bëra një sondazh që pash që 38% nuk e kishin shfrytzuar këtë rast për të kapur këtë valën për lart, edhe pse donin të kapnin kripton. Edhe 38% nuk mendoshin që kishin shfrytzuar mjaftueshëm. Ca nuk kishin tregtuar fare kripton, 38%, ca nuk kanë shfrytzuar rastin mjaftueshëm. Mendoshin që kishin mundësi për të përfituar më shumë. Kjo ka të bëj
Nga fakti që nuk kam pasur eksperiencë, por ndoshta edhe nga fakti që nuk na kanë dëgjuar ne me analizat tona dhe të jenë të përgatitur para kohe. Ne ndajmë analizat ditë për ditë të Telegrami, flasim, diskutojmë për gjëra të ndryshme, do të jeni të vëmendshëm, të jeni pjesë e grupit dhe shikoni videot, podcastet, gjërat e tjera që ne ndajmë online. Kuptoj që nuk janë këshilla financiare, janë thjesht temi mendimet të analizë, por kur unë them që po hyj për veten time, është thjesht që si pjesë edukative që ju mund të përdorni për vendimet e tuaja. Okej. Ta lejmë kaq, Kleo? Po. Si e pasat edhe të tjera, po lejmë kaq. Po janë kriptot. Besoj se gjithë janë të lumtur, domethënë kush i ka lujt. Po, kjo është e rëndësishme. Po është ajo që duhet jemi kujdesshëm. Po, do të jeni si të dini. Atëherë unë po mbyll me kaq segmentin e kriptos. Tani do hym te segmenti S&P 500, Nasdaq dhe ca aksione. Ka variacione të tjera këtu dhe pastaj do flasim dhe për madrat. Do të mbulem pak si shpejt që ta mbyllim me ku është tani S&P. Okej. Ka një farë dallimi këtu midis S&P-s dhe kriptos. 3 ditë të fundit S&P nuk është që ka lëvizur shumë. Prap, gjen një farë rezistence te 5.700 ca, 5.650. Nuk ka lëvizur me atë euforinë blerje që ka pasur kripto, Bitcoini, Ethereum dhe të tjerat. Do të thotë që tregu i aksioneve nuk është aq euforik. Nuk ka themi dëshirë nga investitorët të blihet, nuk ka atë që thotë edhe Irdi që institucionet ndoshta nuk po e blejnë. Kurse kripto ka euforinë e retail traders që kanë pritur një shpërthim dhe shoqëri që i erdhi dhe po fusin gjithë kapitalin aty. Kush është i zgjut dhe di të dalin dhe të hyjë në momentet e duhura fiton, ai që nuk di do mbasi edhe në këtë val. Kjo është momenti këtu, nuk ka ndonjë analizë të veçantë këtu, kemi një rritje për më lart, rezistencë te 5800, një rebound dhe pastaj shkojmë për më lart ose dip deri te 5400. Këto janë dy variante që kemi. Dhe aktualisht do marr edhe këtë analizën tjetër që është thyrja nga kjo zona deri te double bottom. Dhe kjo është një skenar tjetër që unë kam e themi në menjen time që mund të ndodhe. Nasdaq problemi me S&P dhe Nasdaq, por jetë analizë vlerë, është që kemi pasur shumë gjithë java po thjesht e flat, për që zakonisht këto javë që vijnë pas këtyre javëve që janë flat, janë shumë volatile, kështu që do bërë të kujdes. Po. Këtë javë që në vijnë. Mund tjetë. Javë që të vijnë. Okej, kemi këtë informimin këtu, Nasdaq, që ta mbulem edhe Nasdaqun shpejt, shikoni eksakt, pak shumë eksakt edhe formimi këtu, të rezistenca që ne kemi mbuluar javën e kaluar, po aty kanë ndetur, i bin që në këtë lloj formimi mund na iki pak më poshtë çmimi. Pak shumë identike me S&P 500, Russell ka ngelur vend numero, pak rritje jo aq shumë se sa këto tjerë më të mëdha, sepse është më rrezikshëm investimi te small cap se kompanitë që janë në zhvillim dhe nuk kanë të ardhurat e dhura. Janë në borxh të marrë nga miliona dhe 3 miliona. Volatiliteti ka qenë në rënje, unë prisja aktualisht një rritje të volatilitetit. Nëse kur do javë tjetër, ose që ka rrisur. Dy zona që kam gjetur unë të RSI-a ka qenë kjo viza këtu. Shikoj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe viza më poshtë këtu. Te 35, 42, që kur ka RSI-a këto zona, ose pak më poshtë, pak më lartë këto zonat, kemi një rritje të volatilitetit. Përputhet perfekte me rritjet. Shikoj?
Kemi rritë. Tani, kjo është ajo që vazhdoj të pres këtë rritje. Se është ulur shumë. Do pak një rritje. Kjo mund tjetë kjo javë që thot Irdi dhe po mundohet ta tregtojmë duke short S&P 500 këtë javë që të vi. Volatiliteti është shumë Ideja tek e javë mund të jetë short ose një kurs për bulleranca. Po. Është fakti nga që ndoshta kanë parë që stoqen kanë lëvizur më varë se kripto edhe do futen me eufori, patjetër do përdorin si shitje domethënë nga institucionet. Kjo është para që kemi Po. do të shohim edhe të dhënat të tjera. Po, dhe unë pak shumë atë njëri mendim që duhet të vi kjo rritje dhe të bëhet një farë kurthi lëvizje për të futur tregtar. Okej, unë pale me kaj. Diçka tjetër që kam menduar domethënë se do kjo domethënë sepse kur i fut në kurth i ke edhe si asaj që duan të shesin më vonë për institucionet. Kështu që kjo është double pozitive për institucionet. Po, double fitore. Sepse kur i fut në një shkrim për shembull në zonë kur institucionet duan drejt prapë pas 2 muajsh, 3 muajsh ose një viti, ata që ka ngecur ato çmime janë detyruar të shesin me humbje ose 0-0, kështu që çdo lek ngelet në institucionet edhe jo të xhepat e tregtarëve. Po. Prandaj do të jeni shumë të kujdesshëm, mos mendoni që me pak eksperiencë do dini të tregtoni dhe të jeni fillimprurës për një periudhë të shpejtë ose të shkurtër, më saktë. Okej, për asetet e tjera unë tregtova HUD, po hyp pak shpejt analizat e këto që kam tregtuar. HUD shikoje në vazhdimsinë këtu te kjo zona 48 deri tani kemi te 54. Shita pak të pozicionet aty. AMD kam hyrë që nga zona 99, pak plus me shpresën që këtë javë që do vi do kemi një good earnings edhe pastaj patëm good earnings javën që kaloi, mos gaboj. AMD ka ndalë. Nvidia po doli Nvidia këtë javë mund kemi një shpërthim sepse Nvidia përfshin pak a shumë gjithë tregun. Kam Teslën që e bleva, më pëlqente konsolidimi te zona 279, 70, për një thyrje dhe është në hapet e para një lëvizje për lart. Kam bler që u bëtën. Pa kam bler këtu poshtë $7, tani është $7 ca, është diku te $8.50, një rritje të mirë këtu, diku te 16%. Këto kanë qenë blerët e mia të javës kaluar. Nuk kam ndonjë gjë tjetër për të ndarë këtu te stocks. Ju keni? Ja, se shtash vetëm BW edhe Oxford, që nuk ka ecur mirë, por ka që pozicione që ka pasur me kohë, nuk është se Po. ka bërë tregti. Kina pati një rënje më duket përpara disa pati këtë rënje këtu, po vazhdon të ketë një informim si Amerika. Nuk është që kam ndonjë gjë të veçantë. DAX, që është i Gjermanisë, vazhdon rikuperimin e jashtëzakonshëm që bën gjithmonë. Tregu gjerman, nuk e di, këtë kohë të fundit ka qenë fantastik për të tregtuar, por ne kemi tregtuar një short. Ne kemi tregtuar të shortin këtu të vogël, te një orari. Ta shikoni. Kemi tregtuar televizin këtu. Ata tjetër atë. Po para se ka shumë më lart. Ajo kishte ndodhur sepse kishte dështuar motive për formuar parlamentin atë çka të tillë. Okej. Kom pikë sot edhe. Po, tani tregu aziatik besoj që do ketë një rikuperim. Ka vazhduar rikuperimi Baba më pëlqen këto stilesat. Po.
Flisë më shumë për Japonin, për dhe kinezët, baba ishte mirë, Nio mund të kenë një lëvizje, Li pashun që ishte me interes, L-I-a. Edhe kjo ishte të kjo zona këtu për shikoj ona, të thyrjet e kësaj zone këto, të 24, 25, për nuk hyra, nuk të këtova këte. Se tregi që orientuam, treg me probleme, unë nuk marrë rrezik të tepërt në këto momente. Tani do flasim për tregun e madrave dhe dollarin, do fillojmë mirë me dollarin, që të mullojmë Forexin, të mullojmë gjendjen e dollarit. Më pas do flasim për mallat kryesor, nafta ka pasur, US Oil ka pasur një lëvizje të mirë, një rritje që unë mendoj që mund të shkojë edhe më lart. Kemi edhe Floririn që vazhdon rritjet dhe lëvizjet e mira, por është për të parë gjendja dhe të realizojmë këtu hapas hapi. Hym te dollari. Dollari i duhesh e ajo rritja. U thuhet e 101. Çfarë? Është në kaluar që 5 që. Po, 100 i duhet e kjo viza treni që kam shënuar në javën e kaluar, i duhet të kapet të zonë, tani mund të shkojmë deri te 101.5, 102. Te dhe indeksi dollarit. I duhet një rritje do ulet të tjerat, rësia ka qenë shumë e shitur. Është për të parë situata se si do na heci, mund të bëhet dhe një trekëndsh këtu që mund të bëhet short, por është pak a shumë identike dhe me këtë rritjen V-shape këtu që mendoj që do të ketë një dip. Shikoje, kjo V-shape të S&P 500 është pak a shumë identike me dollarin, thjesht që dollari nuk ka lëvizur kaq shumë në përqindje dhe në rritje. Kjo do të tregon që do të ketë një farë dipi, nuk më shkoj për lart çmimin në kjo zonë. Do flasim për US Oil. Double bottom këtu, më pëlqen shumë kjo ndopje bottom, që ka pasur 2 herë testim të kjo zona. Bullish divergence të RSI-a. Paka shumë, po bën atë bullish divergence. Kjo ishte zona që unë shikoj tani për një hyrje për lart. Edhe këtu do shikoj të tregtojnë ndonjë ide si Oxy ose dhe kompanitë të tjera që lidhen me US Oil. Kemi sektorin e gazit që ka rritje. Dhe tani do të mulojë Floririn. Kemi gjendjen e Florit. Ne kemi tregtuar valën për poshtë këtu dhe këtu tani Floriri vazhdon për lart. Unë du që të ritestoj zonën dhe të shkëm short. Unë e trektova herë, kam trektuar këtë valën këtu. Tani po bën long, short prapë po mendoj unë. Te goldi, Cleo këtë e për day trading. Ja vlen. Shorti në vazhdimsi. Por sepse Ta luaj. po, do hyjmë. Te kjo. Sepse po thyu këtë zonën e 3300, shkëm të dete 3200 edhe ndoshta dhe më poshtë. Se po bëhet ajo volatiliteti tani këtu. Shtrëngimi, konsolidimi. Çuna do një tjetër për shtu këtu te podcasti javor, analiza, këshilla, mendimet e tjera, Irdi. Jesh kujdes në tregun, se aq javë lumtur sa ç'ishte kjo javë. Si për që lumtur jemi të gjithë lumtur, por përgatitemi për më të keqen. Sepse këto janë ata javë që humbin të gjithë profitet njerëzit dhe ndjekin portofolet e tyre. Nga çfarë kam parë domethënë gjatë viteve të kaluara. Kjo euforia e tepër zakonisht nuk është gjë. Por menaxhimi, stop losset në pozitivitet, nëse keni frikë që së pranoni do të humbin, siç jam unë, për shembull. Përshë më mirë $1 plus se sa $10 minus, është mentaliteti im. Po. Përshë këto para shumë. Okej. Se nuk Cleo Më e përshtuar këtu, sepse javë e bukur, por dhe Po,
I tha Jerdi domethënë ato stop losset në mënyrën e duhur dhe unë shpresoj që të ecë pak tregu që të formoj të paktën një trend. Kemi një trend 2 javor, 20 ditor do ishte diçka e bukur, përqindje Të e mirë, po. mirë fitimit, paktën për ne që luajmë një strategji. Por do ndikohet nga lajmet ekonomike. Formimi i çmimit është pozitiv për mendimin tim për momentin. Edhe ato uljet i duhen tregut, paktën testoj disa zona, pastaj të kaloj në vazhdoj prap përsipër. Dhe nëse do dilni, një këshill nga ana ime, duhet dini kur të rihyni. Se mund dilni për shkak se çmimi mund të fillojë të bjerë, mund të trembeni. Do dini pastaj kur të rihyni që sepse vala mund vazhdojë akoma për lart. Po, mund bëheni pishman që dilni sepse mund vazhdoj edhe më lart, por Zakonisht unë në këto raste për shembull mund dal dhe pastaj rihy prap kur tek çmimi që kam dal. Varet si e shikoj tregun me sy. Edhe rrezikon profitin sepse kur ke dalë ke Është edhe pak intuit, është edhe pak intuit. Strategjia ime në këtë rast është zakonisht shes 50% është të vlerës pozicionit tim. Po. Edhe rrezikoj vetëm profitin që kam fituar domethënë. Po, edhe unë filloj që të nxjerr cop nga 20, nga 10, nga 15% në pozicionet të ndryshme ku shikoj dobësi. Që të paktën ke siguruar një farë cope të profitit dhe ke futur në akauntin tatë, në arkën tatë, dhe nuk e ke lanë lirë në treg. Deri në momentin që nuk shet, nuk jam paratë tua. Si për Po, exact. Ama kur nuk shet dhe me humbjes jam paratë tua prapë. Vetëm kur shet me fitore jam paratë tua. Po, ashtu është, exact. Besoj tale me kaq, ju sugjeroj të gjithëve dëgjuesit që kanë ndëtur deri këtu herë, ju falenderoj që keni ndëtur ndoshta 45 minuta, 1 orë që ta ndëgjoni dhe të merrni mendimet tona për tregun. Ju sugjeroj të na ndiqni në YouTube sepse do vazhdojmë të bëjmë video të tilla dhe do zgjerohet kanali shumë më shumë. Dhe pastaj ju sugjeroj të bëni pjesë e Telegramit. Nuk keni çfarë të humni, aty është falas, nuk kërkojmë asnjë lloj pagese. Unë jam gjithmonë aktiv në Telegram me përgjigje, me pyetje që ju keni, unë jap përgjigje shpesh. Dhe me analizat e mia ditore. Prandaj bëni pjesë, s'keni çfarë të humni dhe na ndiqni në çdo media sociale. Dhe shihemi javës tjetër. Shpresoj që të vazhdoj edhe më lart tregu, por gjithmonë me kujdes dhe me menaxhim, dhe të merrni profitin po që nuk vazhdon.